Një fluks i madh turistësh nga Kosova është vëritur në aksin rrugor Rubik Milot në fillim të muajit shtator, ndërsa pushuesit po drejtohen drejt zonave bregdetare të Shqipërisë. Sipas pamjeve nga tereni dhe raportimeve të qytetarëve, trafiku ka qenë intensifikuar që nga orët e paradites, duke krijuar pritje dhe ngadalësim të qarkullimit në disa segmente të aksit. Shumë familje dhe grupe të rinj janë nisur drejt destinacioneve të njohura bregdetare, duke përfshirë Durrësin, Shëngjinin apo Velipojën. Policia rrugore ka marrë masa për të menaxhuar qarkullimin, si dhe për të shmangur bllokimet. Ajo ka vendosur patrulla të shtuara dhe ka orientuar automjetet në mënyrë që fluksi i lartë i mjeteve të kalojë sa më i sigurt dhe i organizuar. Shumë nga turistët kosovar kanë shprehur kënaqësinë për mundësinë e pushimeve në Shqipëri, duke theksuar lehtësinë e udhëtimit dhe bukuritë e plazheve shqiptare. Nga ana tjetër, autoritetet lokale të turizmit presin që numri i pushuesve të vazhdojë të rritet edhe gjatë muajit shtator, duke sjellë një rritje të aktivitetit ekonomik në zonat bregdetare. Ekspertët e turizmit vlerësojnë se fluksi i turistëve kosovar është një tregues i rëndësishëm i sezonit të suksesshëm turistik dhe potencialit që ka Shqipëria për të tërhequr pushues nga rajoni.